Seanca e kësaj të enjte ka nisur me tensione mes mazhorancës dhe opozitës. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi, foli për protestën e mbajtur para kuvendit, teksa theksoi se duhet të ndalet dhuna ndaj qytetarëve. Bardhi shenjestroi mazhorancën, pasi sipas tij po i fshihen protestuesve për të mos bërë pis kostumin. Së pari, do duhet që ky kuvend t'i kërkojë policisë shtetit të ndalë menjëherë dhunën ndaj qytetarëve që protestojnë jashtë godinës së kuvendit. Është e papranueshme që sot godina e kuvendit në një perimetër të zgjeruar është rrethuar nga forca sigurie, a thua se qytetarët tanë na rrezikojnë ne, deputetëve të këtij kuvendit jetën. Pa asnjë diskutim taulant, të rrezikojnë të bëjmë pis kostumin me ndonjë vezë, e di që e ketë shtrenjtë, por ky nuk është halli i kuvendit dhe nuk duhet jetë as halli i policisë shtetit. Përkundrazi, halli i policisë shtetit duhet jetë ta verifikojë atë markën e kostumit tënd dhe të verifikojë edhe të ardhurat se ku i ke gjetur parat për atë kostum të shtrenjtë ti edhe disa prej kolegëve, jo të gjithë kolegët e mazhorancës. Por kjo nuk justifikon kurrë dhunën ndaj qytetarëve, po frika juaj nuk mund të justifikoj kurrë dhunën ndaj qytetarëve. Keni frikë nga qytetarët, fshihuni dhe bëni mirë të fshiheni, se i keni marrë shpirtin 14 vite qytetarëve. Nga ana tjetër, kreu i grupit parlamentar të PS-s ju përgjigj akuzave të Gazmend Bardhit se ka frikë nga protestuesit, mos ja bëjnë kostumin pis me vezë. Balla me ironi ju kthye Bardhit se ishte hera e parë që shkon në seancë para tij. Sot, në fakt, me që folët për frikë, hera e parë në histori që ti ka ardhur para meje në seancë, s'kishte ndodhur ndonjëherë, sepse gjithmonë vi i pari, por kësa radhe ma kalove kësha arqën 8, dhe të gjeta dhe në kafe me gonen. Tani, sa i përket pjesës së kostumit, rritu sa të duash, as nuk e mbush, as nuk e knaq dot kostumin tim, që t'jemi të qartë për këtë pjesë në të gjitha aspektet e një diskutimi, por është keqardhja e madhe që kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Partia Demokratike e vlerave të mëdha, e përfundon diskutimin dhe dashur qytetarë shqiptarë. Kush është dallimi më i madh mes këtij grupi parlamentar dhe këtij grupi parlamentar? Ky grup parlamentar as ka vuajtur nga 12 qershori 1991 e deri më sot nga sindroma e Stockholmit. Ju vuani nga sindroma e Stockholmit, do ti t'ja plotësosh kërkesat protestuesve. Saliun burg, thot protestat. Plotësoja pra kërkesën e protestuesve, çoje Saliun burg. Fjalën e mori edhe kryetari i PD-s, Sali Berisha, i cili duke ju drejtuar ballës, u shpreh se ai përfaqëson kartelet e drogës. Parafolsi është përfaqësuesi më i shëmtuar i karteleve të drogës, është shërptori më i shpifur i tyre. Parafolsi është negociatori i pazarit të votave, por është gjithashtu personazhi i dokumentit të asaj që u quajt bundra, por që në fakt bundra e vërtet është parafolsi. Ju lutem zoti Berisha. Parafolsi. Zoti Berisha. Ale, pse thua ti zotri? Dil bëj avokatin, shko në gjyq bëj avokatin e ti. Ta lexoj edhe njerë këtu. A do ta lexoj? Pazaret që bën ky për makinat e Suel Çels. Prandaj dhe ata që janë atje kërkojnë me të drejtë fundin e parlamentit, sepse përfaqësoni bandat dhe krimin dhe jo qytetarët. Më herët gjatë hyrjes në kuvent, në një prononcim të shkurtër për mediat, Berisha deklaroi se Partia Demokratike kërkon shkrirjen e parlamentit, pasi qytetarët duhet të fitojnë betejën e tyre.